sot po ju bëj publike se kush i ka firmosur vendimet për aeroportin e Vlorës edhe për zonën ndërtimore, zhvillimore turistike në Zvërnec. Personi quhet Sali Berisha. Ja, ku e keni. Lexo dhe zonën ku ishte aeroporti. Nuk ishte në atë zonë që e bëni ju, zoti Balla. Jo, po nuk gënjem dot me mua. Sali Berisha, Genc Ruli, Sali Berisha po e kishte vizion aeroportin e Vlorës, po në një zonë tjetër. Jo, nuk e mbaron në gënjeshtër, nuk e ka në zonën ku bën ndërtonti. Aeroporti ekzistues është vendimi, lutem, ja ku e ke. Nuk e ka në të njëjtën zonë. Ja ku e ke zonjë, mbi bazën e këtij studimi është dhënë dhe leja e ndërtimit të aeroportit. Studim urbanistik për zhvillim turizmi dhe mbrojtjen e Bregdetit në hapësirën bregdetare deri te Vjosës Novosel. Më vjen shumë keq. Nëse unë gënjej, shkon. Sepse nuk ka dhënë zoti Berisha, mbaj përgjegjësi. Po nuk është në të njëjtin zonë. Tani ky është vendimi italian aeroport. Dhe ta mbaroj. Tani shkojmë ke Zvërneci, se iku aeroporti. Jo, nuk iku aeroporti, do rrim te aeroporti se nuk ka qenë në të njëjtën zonë.